Pas 11 fitore sharrallazi, Vllaznia e basketbollit për meshkuj është ndalur në shtëpi, duke u mposhtur me rezultatin 88-83 nga Teuta në ndeshjen qerek finale të Kupës së Shqipërisë. Në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi ndeshja nisi më mirë për basketbollistët Durrësak, të cilët krijuan epërsi dhe shkuan në pushim me një avantazh prej 10 pikësh. Në periudhën e tretë dhe të katërt, Vllaznia rregulloi diçka në lojën e saj, por basketbollistët kuqeblu nuk ishin në ditën e tyre më të mirë dhe i gjithë takimi u fitua nga Teuta me rezultatin 88-83. Pas sfidës, trajneri i Vllaznisë Eni Llazani theksoi se skuadra e nisi dobët ndeshjen dhe u ndal edhe tek gjykimi, duke bërë të ditur se klubi do të paraqesë raport pranë Federatës Shqiptare të Basketbollit dhe presin reagimin zyrtar. Pat me një fillim të keq sot, sidomos periudhën e parë, dhe nuk arritme me hyn lojë siç duhet. Megjithatë, pat me momente ku kishim mundësi me hyn lojë, disa momente nuk na buzëqeshi edhe fati, me thënë drejtën, por mendoj që duhet paraqitena me më shumë grinjë dhe me më shumë dëshirë për të fituar, sidomos kur jemi në shtëpi. Do përpiqena me bë raportimet tona në organet kompetente. Shpresoj të kena një reagim prej tyre, por që e shoh që nuk ka dëshirë nga ana e këtyre organeve për me pas drejtësi. Kështu me këtë humbje ndalet seria e fitoreve të Vllaznisë.